Vera e vitit 2026 mund t'i sillte transferimin e madh të karrierës mbrojtësit të Kosovës, Lumbard Delova, i cili ishte në monitorimin e një emri shumë të njohur të futbollit evropian dhe dukej pranë firmës. Por situata ka ndryshuar në mënyrë drastike për shkak të një dëmtimi. Mbrojtësi 27 vjeçar, i cili është pjesë e CSKA së Sofjes, është tërhequr nga grumbullimi me përfaqësuesen e Kosovës për shkak të një dëmtimi. Kjo jo vetëm nuk do t'i jap mundësisë atij të luajë në 2 ndeshjet e ardhshme të Dardanëve, por edhe do të pengojë një transferim të mundshëm. Klubi që po e mbikëqyrte ishte Dinamo Kiev, një nga emrat më të njohur në futbollin e Europës lindore. 2 herë fituesit e Kupës së Kupave po përgatitin një skuadër që të rivalizojë përsëri për titullin kampion në vitin e ardhshëm dhe shihnin te Delova për forcimin e duhur për prapavijën. Por nga Ukraina bëhet e ditur se dëmtimi i pësuar në ekipin përfaqësues ka lënë gjithçka në vend numëro, pasi ka pasiguri sa i përket periudhës së riaftësimit të qendërmbrojtësit, ndaj transferimi duket se nuk do të realizohet të paktën gjatë verës.